Jam shumë dakord, po. Nuk është që as nuk ke pse jep shpjegime jo, tjera. Jo, një sekond. On problemi jam u konë që kur 100.000 persona dojnë me hynë Big Brother, edhe ju shkoni e sillni bashkë një person që on para 3 viteve kum fol me ta, se tashte na një herë jina, po një herë kina dollë, nuk mundon me pas lidhje me ty, kur na kina dollë një herë, ose me pas në sen. Nuk quhet lidhje, jam shumë dakord. Fix, edhe mu thjesht, unë pengoj fakti që qysh adin e mora me të keq me produksionin, nuk thash kur gjë me ty. Jo, e diku merdi keq mu. Unë thash, ti ke hy me qëllimet qarta, se përderisa ti ke pa që jam këtu mrena, edhe ke hy, menimi jam mu më shkoj, thash, ti ke hy me qëllimet qarta, që nashta ja dënë me aludu që ka pas në esenës, se ti e din që mirë që edhe kur kina full na, unë të kum kalëgju që unë të kum pas asiher lidhja. E din që mirë këtë sen. Edhe fakti që hen një person që unë para 3 vjetë kum fol, kum shkrujt, unë nuk kum thonë asë njëherë që s'kum dalë kur me një mashkull, nuk e kum fol kur me një mashkull. Është sekund, nuk e kum thonë kur këtë sen. Normal, njofje kum pas, pëlqime kum pas, se jam person normal. Amo me hi me një lidhje, me kon me një lidhje me një person, nuk e kum pas këtë sen. Edhe thëm apet e ceku. Edhe fakti që qëtë në ty, edhe ti më zgjedhe mu më bani me menu që thjesht përdojnë mu ma prish që imazhin edhe me bo publikun me menu që kjo ka rejt, ka thonë që s'ka pas lidhje, që i dul dikosh, apo kuptan. Veç që këj sen, mu më ka ardhë keq, po une ty nuk kam kur gjë personale me ty, une di që jeshëm quni mirë, nuk kam kur gjë personale me ty, ti ki lojën tane, ti këqyre lojën tane, për mu jeni lojtarë si krejt tjerë, kështu që une me ty nuk kam kur gjë heq personale, as mos kip merak për këtë punë, që fse te dvynë për